Besoj që pyetje që unë shpeshherë hasja gjatë gjithë aktivizmit tim edhe publik, edhe akademik, edhe si pedagog, edhe si zë që ka tentuar të flasë të vërtetën dhe është përpjekur të flasë të vërtetën, ka qenë kjo, pse ne nuk gjejmë rezonancë tek qytetari kur flasim? Pse gjithmonë zëri ynë është si përplasje në mur? Dhe këtë ndjen çdo njeri, jo vetëm në kuptimin politik. Këtë ndjen çdo njeri në çfarë do të kuptimin, në kuptimin social, të vërtetave të thjeshta, të natyrës së ndërtimit të asaj që ne kemi kaq shumë nevojë, të komuniteteve që e mbajnë shoqërinë gjallë. Pse nuk arrim neve të ndërlidhemi me njëri tjetrin për kauza, për çështje, për besimet të bashkëta, për thjeshtësi. Neve kemi shumë vështirë që të ulemi dhe të japim qëllim bisedave tona. Dhe kemi krijuar atë shprehje që unë nuk e kam gjetur kurrë. Në asnjë gjuhë të botës shtyr kohë. Është unike shqiptare shtyrja e kohës. Në mendoni pak si pas parimeve të Newtonit tek tre ligjet e forcave thotë që nëse ti e shtyn diçka, ajo do të kundërpërgjigjet me më shumë forcë. Nëse është më e fortë se ty, do të shtyjë shumë më pas se sa ti ke qenë. Dhe raporti i njeriu me kohën është i tillë që nëse ti përpiqesh të shtysh kohën, ajo të çon shumë larg pas. Dhe shiheni shqetësimin edhe të baballarëve të mendimit shqiptar, të cilët unë i kam përmendur në libër, por edhe në përgjithësi dhe shqetësimin tonë kombëtar, vuajtjen tonë kombëtare, por pse se sinqero, pse duket si po ngjesim? Sepse ne shtym kohën dhe koha na çon pas. Dhe mua më shqetësonte çdo ditë kjo gjë, sepse flisja me studentët dhe gjeja një brez, unë kam patur një zakon si pedagog, mos prisja tek sekretaria, dhe çdo vit të parë, në vitet e para hipja historinë e mendimit ekonomik. Dhe kërkoja dosjet e studentëve për të patur parasysh, për të patur një panoramë, çfarë audiencë do të kishte, çfarë lloji studentëve, çfarë formimi do të kishte ata. Dhe vit pas viti, e habitshme, kjo që po them, duket paradoksale, por përmirësoheshin notat, por bitet cilësia. Dhe vit pas viti ndryshimi u bëi kaq epokal tek brezat, po kaq epokal, saqë kur ti pyese studentëve çfarë mendoni ju për vendin tuaj, ku e shihni vendin tuaj mbas 5 vitesh, mbas 10 vitesh? Çfarë ka jetë shkëlqyer? Pra, a keni një vizion për veten, a keni një qëllim për veten, a keni një synim për veten, a fat mesëm, a fat shkurtër, a fat gjatë? Çdo vit ti shihje një temë të tepër shpatura që lidheshin në tonë, nuk e dim. Unë kam pasur fatin që të jap mësim edhe në shkollën perëndimore, edhe në Itali, edhe në Britaninë e Madhe, edhe në Bashkimin e Amerikës. Në Kosovë madje. Dhe kur po bëja këtë pyetje studentëve atje, unë shikoja dritë në sytë e tyre, ndizej drita dhe me njëra ata fillonin të tregonin çfarë donin të bënin, ku donin të shkonin, çfarë donin të realizonin, kishin plan. Prezat tanë, studentët tanë, çdo vit zhvisheshin me tyre. Dhe tek Branko Merxhani, nga i cili kam huazuar edhe emërtimin e librit, tek neoshqiptarizmi, unë kam gjetur më të fortë tek do autor tjetër, kam gjetur tek Sami Frashi, kam gjetur tek Meti Frashi, tek Mitat Frashi, edhe tek Qesh Fishta, edhe tek Faj Konica, kam gjetur profesor tek gjithë, por tek Branko Merxhani kam gjetur atë thirrjen për një Shqipëri mendojëse. Pa ne na duhet një Shqipëri mendojëse, një Shqipëri e cila e ul pak ritmin e tura vrapit, dhe i bëj njerëzit ta shohin njëri tjetrin në sy.